Forca speciale nga Tirana, FNSH nga Fieri dhe Policia e Vlorës zhvillojnë kontrolle të befasishme në Vlorë, Selenicë dhe Aurikum. Masat të shtuara në Vlorë janë vendosur mbrëmjen e së premtes në disa zona të qarkut të Vlorës, përfshirë qytetin e Vlorës, Selenicën dhe Aurikumin. Forca speciale të ndërhyrjes së shpejta ardhura nga Tirana së bashku me repartin e FNSH nga Fieri dhe efektiv të drejtorisë vendore të policisë Vlorë kanë ndërmarrë kontrolle në disa pika të qytetit të Vlorës dhe jo vetëm. Operacioni është zhvilluar në kuadër të masave të parandalimit të ngjarjeve kriminale dhe rritjen e parametrave të sigurisë publike, duke pasur në fokus persona me precedent penal dhe rrezikshmëri të lartë shoqërore si dhe individ që qarkullojnë me armë pa leje. Policia bëri me dije se operacione të tilla do të vijojnë edhe në ditët në vijim në të gjithë territorin e qarkut, me qëllim goditjen e grupeve kriminale dhe forcimin e rendit e qetësisë publike. Burime nga policia konfirmojnë se aksionet po zhvillohen mbi bazën e informacioneve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.